Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Ja, ku jemi këtu me emisionin e radhës. Kësaj radhe për të ftuar të emisionit kemi zotin Mendu Thaçi, kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, me të cilin do të bashkëbisedojmë lidhur me aktualitetet politike, respektivisht zhvillimet e fundit politike. Mirë se erdhët, zotin Mendu. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona. Zoti Mendu, ditë më parë keni deklaruar, respektivisht përfaqësues të lartë partisë tuaje kanë deklaruar se po prisni, nuk keni ofertë konkrete prej qeverisë për të përfshirë në kabinetin kancelarin qeverisë të zotit Mickovski. Mirë po, keni thënë se nuk do, nëse eventualisht vjen një ofertë të tillë, nuk do ta refuzoni. Çfarë do me thonë ky qëndrimi juaj, formulimi i këtij qëndrimit partijak në këto rrethana në të cilat gjendemi tani? Me drejtë dhe shumë pyetje e qelluar për mua, se duhet t'jap mendoj sqarime plotësuese, është e drejtë e mediumeve të caktuara të interpretojnë deklaratat. Formulimi i saktë është se ne nuk e refuzojmë ftesën e qeverisë për dialog, jo për qeverisje. Është e para. Çfarë kupton dialogu? Një rol shumë konstruktiv i Partisë Demokratike Shqiptare në këtë proces, i cili është shumë i rëndësishëm jetik për shqiptarët e Maqedonisë, po normalisht edhe për vetë Maqedoninë. 1, 2. Me këtë mesazh unë kam dashur ta parandaloj një situatë të një matje të panevojshme mes forcave politike shqiptare se kush më shpejt mbrinte qeverisje. Do me thonë. Ky është mesazh edhe për Vlenin, që janë pjesë e qeverisë, se PDSH-ja në asnjë mënyrë, në asnjë ditë nuk do të veproj si BDI-ja, e cila në kohë gjatë, gati 1 vjet e gjys, ka investuar në dëmtimin e faktorit politik në qeverinë e Maqedonisë, duke ofruar vëmëros në bashkëqeverisje pa kurfar kushesh, dhe investimi i tillë për me dëmtu faktorin politik të shqiptarëve që është në qeveri, në fillim të mandatit, është veprim politik i gabuar. Për shkak se rregullat dalgadal të gjithi mësojmë rregullat demokratike, mendoj edhe Vleni mëson, unë po them sot, Vleni është përfaqësues legjitim i shqiptarëve në qeverinë e Maqedonisë dhe ka mbështetjen e plot konstruktive të PDSH-s të realizojë premtimet e veta elektorale. Kështu që edhe opinionin du të qetësoj se iku koha kur Maqedonasit na nxitnin në njërin tjetrin dhe personi apo lideri kryesor që punonte në këtë qëndrim, ndoshta pa vetdije, mendoj se me vetdije, ishte zoti Ahmeti, që si interesonte asgjë, po vetëm të rinë qeveri, mundësisht me mënyra të ndryshme të dëmtoj faktorin politik shqiptarëve në qeveri. Kjo është e dyta. E treta që del prej këtyre të dytave është rruga e PDSH-s është rrugë opozitare. Tash e tani. Pe këtij momenti, më tutje, është rrugë opozitare, gjithmonë duke rrujt linjën e komunikimit konstruktiv me qeverinë. Unë kur kam folur ditë për qeverinë, kam folur për kryeministrin. Kam folur në njëjtën kohë edhe për Vlenin. Ne jemi të gatshëm të bisedojmë, dialogojmë dhe në momente të caktuara ta mbështesim Vlenin në këto kërkesa. Rruga jon opozitare PDSH-s nënkupton rikuperimin e shpejt partisë tonë, e cila ka qenë një kohë gjatë e dëmtuar, dhe më pastaj, kur të jemi gati, do të jemi konkurrent në zgjedhjet e ardhshme, mendoj unë me Vlenin, se cili do ta fitojë prej nesh mandatin për të qenë pjesë e qeverisjes. Ky është qëndrimi i jon si parti. Përndryshe mendojmë se nëse PDSH nuk e ka këtë qëndrim, nuk do të arrijmë që ta shërojmë organizimin politik të shqiptarëve nga një smundje e gjatë, kronike, që e kishte emrin BDI dhe Ali Ahmeti. Momenti i tanishëm duke dëshpërues për një pjesë të madhe të shqiptarëve, sidomos të BDI-s që definitivisht u kuptua se ata s'kan të ardhme politike, po edhe një pjesë tjetër të shqiptarëve ku bëjnë pjesë dhe antarë, simpatizantë të PDSH-s, se organizimi politik i shqiptarëve është shumë i dëmtuar.
edhe i coptuar dhe ne duhet jemi të dëshpëruar. S'është ashtu. Unë mendoj se këto zgjedhje e rikthyn shpresën e shqiptarëve për të investuar gjithë bashku në organizim të mirë fillt politik. Humbja e BDI-s në këto zgjedhje dhe e Ali Ahmetit është rezultat historik i shqiptarëve të Maqedonisë. Nuk jemi në zgjedhje, nuk është kjo kampanjë, po kur ju keni një formacion politik i cili 25 vjet sundon me një popull, ju filloni të keni vështërsi të mirë kuptimit edhe të aleatët tonë perëndimor. Unë tash, ndoshta ka të tjerë, unë i shpesh i pranoj edhe gabimet e mia, edhe huqit. Mu tash më kujtohen që para disa viteve shumë diplomat më kanë thonë në mënyrë diplomatike se deri kur do të bëni diçka si shqiptar. Kjo u arrit. Tash të tjerë ka shumë më shumë shpresa edhe ka shumë më shumë arsye për të marrë me politikë. Mendoj se ky pozicion i PDSH-s do të ndihmojë shëndoshjes së organizimit politik të shqiptarëve dhe por të qenë korrekt, edhe Vleni duhet ja manjanoj ma Talibi se shifni BDI-ja do të himi me çdo kusht. Jo, absolutisht është e gabuar dhe të gjithë të tjerëve që pretendojnë të hynë në qeverinë e Maqedonisë duke e godit Vlenin me thikë mas shmine, u them hapën, është rrugë e gabuar. Është rrugë e gabuar. Unë këtë e kam vërtetu në verën e si vjetshme. Ju e dini gjithë opinioni se unë kam bisedu me kryeministin, po besoj e dini opinioni edhe në diçka. Takimi i fundit ka qenë edhe përfaqësuesi i Vlenit. Dhe unë mendoj se është normale, parti tjera, të vogla kanë qëllime tjera, të kenë dëshirë që t'jenë pjesë e qeverisë, po rruga që e anashkalon Vlenin dhe shkon direkt bisedon me kryeministin dhe vëmëron, ju them shumë hapër se është rrugë e gabuar. Më mirë shumë është një dialog konstruktiv mes nesh, pranimi normave demokratike dhe rregullave demokratike, dhe pastaj pas ikjes, që unë mendoj se është finale dhe definitive e BDI-s, gjithë bashku do të kalojmë në një normalitet politik, demokraci, zgjedhje, një ditë fitoj unë, mos disa ditëve apo mos disa viteve fiton ty, e kështu me radhë. Zoti tha që ju flisni në mënyrë kështu afirmative për rezultatin, epilogun e zgjedhjeve të lokale që sapo përfunduan, sidomos për rezultatet që arriti Vlenin këto zgjedhje. Mirë, po ndërkohë shoh se edhe me shumë gjëra nuk pajtoheni me strategjinë politike të Vlenit, e cila tani më gati një vit e gjys është në qeveri. Çfarë duhet të ndryshoj? Kyçja juaj eventuale në qeveri dhe domethënë zgjerimi i Vlenit, çfarë duhet të ndryshoj përballë një retorike të kryeministit tanishëm Mickovski që realisht të themi her pas here dhe nuk është aq e butë kërshi partnerit koalicion shqiptar në qeveri. Që në kuptojnë dhe shqiptarëve. Po, përgjithësi, ajo është mesazhi. Është përgjigjja ime mund quhet jo falendëruesi kur të flas për Vlenin se mund të quhet këshilla pa vend, një kundërshtare politike kështu me radhë. Po megjithatë keni një eksperiencë 20 e kusur vjeç, 3 dekadë tani më në politikën. Nuk i iki përgjigjes. Do flas në pozicione ndoshta neutrale. Unë mendoj se politika shqiptare në përgjithësi me këtë humbje të BDI-s rrugët janë çelë që transformohet në normalitet. Ne duhet kemi, ashtu si ka Maqedoni, 2 formacione të fuqishme politike. Njëna që është në qeveri dhe tjetra që është në opozitë. Kryeministri e ka gjuhën e tillë, e ka performancën arrogante, ndoshta her pas here nënshmuese, për shkak se ai llogarit veten si përfaqësues i shumicës absolute të votuesve të popullit vet, Maqedonas. Vleni do të ishte mirë, sipas meje, të bëjë një rirënditje të brendshme dhe të caktoj njeriu, liderin, i cili do të kishte kompetencat për këtij formacionit politik që të flet me
kryeministin tet-a-tet. Kjo është politika moderne. Politika e vendimeve kolektive, vendimi ju ka qenë pjesë e komunizmit. Bota shkon drejt kësaj. Si ata e bëjnë këtë, a do ta bëjnë, është punë e tyre. Po se bëjnë, u them se gjasat i kanë maksimale që në zgjedhjet e ardhshme të kalojnë keq. Jo për BDI-s, por për PDS-s. Për shkak se unë këtë rol konstruktiv të PDS-s që e shtroj, kjo rrugë ka një kufi. Dhe më pastaj do të nisë ajo betejë e vërtetë e pozitës me opozitën, gjithmonë duke pas brenda kësaj një përmirësim kapital. Përmirësimi kapital i kësaj betejë, unë nuk hyj në qeveri, unë nuk u zaventësoj juve, unë nuk u marr autoritetin brenda qeverisë, po ju duhet t'i përmbushni disa premtime që i keni dhënë. Cilët për shembull? E madhja, e forta, shumë e rëndësishmja, që s'do të ketë askush mirëkuptim edhe pak për vlenin është ndryshimi i kushtetutës. Nuk është vetëm se shqiptarët nuk do të kenë mirëkuptim. Çka nënkuptoni të ndryshimit kushtetuese? Është një proces i rëndë dhe i vështirë, po ka një pozitivitet në fillim. Bashkia ndërkombëtare, aleatët tonë perëndimor janë pro kësaj. Dhe unë mendoj që trusnia pozitive politike ndaj kryeministit, duke ja bërë me dije se shqiptarët kanë një konstruktivitet s'ka shëndë Maqedonisë, kemi ne plane tjera në tavolinë për të shkatëruar Maqedoninë, për të coptuar. Kjo trusni do të shkojë drejt asaj vije se kur të hapet paketa kushtetuese, ne do të shtim në renditje edhe disa çështje të neve shqiptarëve. Dhe kjo renditje nuk kupton ja sot ja s'ka. Kjo renditje nuk kupton kërcënim për prishje të qeverisë, për destabilizim, se kjo është një fjalor i papranueshëm për aleatët tonë perëndimor momentalisht, për shkak të situatës gjeopolitike që dinë gjithë. Po ne duhet t'i kandidojmë këto pika për renditje. Dhe po të jetë nevojshme një dialog i vërtet mes pozitës, që është vleni, dhe opozitës që është PDS-ja, edhe dikush tjetër. Është problem si do të pozicionohet. Unë kam një plan të cilin do të paraqes aty dhe do të jem full përkrahas për këtë plan. Ne do të sqarojmë Maqedonasve, me kamgullje, për dhe kryeministit. Nuk mund t'i ikin përdorimi zyrtar gjuhës shqipe. Nuk mund të ikin drejtësisë së barabartë për gjithë qytetarët. Nuk mund të ikin formulimit mundësitë të barabarta për gjithë shqiptarët. S'mund të ikin formulimit shpërndarje drejtë e buxhetit. Pse? Të gjithë kapitujt që ne do t'i hapim edhe masi ta bëjmë kompromisin, e dini me milimetra. Zotë mendoj, këto që i përmendi ju, ju e dini edhe më mirë. Janë pikërisht ato kërkesat të cilat dolen në sipërfaqe në vitin 1991 në për platformat e programit të partive politike, atëherë kur u aplikua sistemi shumë partijak në Maqedoni. Dhe deri tani, do me thonë, flasim për një periudhë 34 vjeçar, nuk gjetën zbatim. Cili do të ishte mekanizmi, apo a kanë kapacitet politik shqiptarët sot për t'i realizuar këto kërkesa pak e shumë që i përmendët ju? Po. Cila është rruga? Përgjigja është pozitive, po drejt kësaj rruge shkohet kështu. Jo duja ngull thikën një tjetrit. Po të bën luftë vërtet politike, pozita me opozita. E dim pse i përmenda, sepse ne kishim 2001 kishim luftë. Po. Dhe pikërisht këto kërkesa ju që i numëruat tani, sapo i numëruat, këto kanë ngelur hapur, të gjitha kanë gjë, fatkeqësisht. Po 2001 është mashtrimi kapital në historinë e politikës shqiptare të Maqedonisë që e mori përgjigjen e merituar tani. Unë kisha pas shumë qejf ta merr për meje, po duhet të jem korrekt, duhet ta pranoj se e morën. Të flasim pak për qëndromin te mekanizmi se mekanizmi, unë mendoj, ndoshta është diçka që e them për herë të parë. Dhe njerëzit mund të duket se flas ndryshe, jo. Thelbin nuk e ndryshoj, formën e ndryshoj. Për shkak të gjendjes shumë të rëndë gjeopolitike. Mos të dukemi ne para partnerëve tonë perëndimor se ne shfrytëzojmë momentin. Ne duhet këto kërkesat tona që i kemi t'i preformulojmë jo nga aspekti thelbësor dhe t'i bëjmë tërësisht të pranueshëm për Bashkimin Evropian, për NATO-n dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si. S'po them unë që ne tulemi të gjithë nesër së bashku dhe ta kushtojmë kryeministin me ndryshimet kushtetuese që kanë të bëjnë me
të drejtat themeltare të shqiptarëve, se kjo mund të keq interpretohet. Ne duhet kërkojmë vetëm pe kryeministit dhe pe formacioneve politike maqedonase kompromisin për ndryshimin e kushtetutës, ku bullgarët do të hynë si pakic, kjo të ndodhë. Ndërsa këto tema tjera, bashk me garancën e plot bashkësisë ndërkombëtare, të lëmë si pjesë e procesit normal të negociatave të Maqedonisë me Komisionin Evropian, klaster pas klasteri, kapitull pas kapitulli. Ka kapitull që kanë të bënë me shtetin ligjor, ka kapitull që kanë të bënë me drejtat e minoriteteve, ka kapitull që kanë të bënë me ndryshimin e sistemit juridik, më thonë gjyqësinë, prokurorin. Krejt këto kërkesa tona do të bënë pjesë e këtyre kapitujve. Dhe kur të hapet kapitulli i 5 apo i 6, të gjithë të jemi dakord se ka një marrëveshje se kapitulli i cili hapet për përdorimin e buxhetit, ku janë shteti ligjore, ndjekja e korrupsionit dhe krimit organizuar, ka të bëjë edhe me një formulim të gjithë ne së bashku e kemi bë, shpërndarje proporcionale dhe e drejtë e buxhetit. Ne nuk duhet tash si shqiptar darim me kërkesa ekskluzive, të cilat mund të jenë nxitse për bashkësinë ndërkombëtare, se ne duam të shfrytëzojmë një... Jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Ne vetëm duam që të kemi një garancë të re, rigarantim, të këtij rendi ditës si shqiptarët që kanë të bëjnë me drejtat tona elementare. Cilët janë? Gjua. Cilët janë? Mundësitë e barabarta. Si vinë mundësitë e barabarta? Kur financimi i shtetit për fëmijët tuaj dhe për fëmijët e mi është i njëjtë si për fëmijët e Maqedonisë. Ku nish ky financimi i shtetit? Pete numri i fëmijëve që kemi, të qendja, të aspekti shkollimit, edukimit, për kujdesjes, aspekti social e kështu me radhë. Këto duken kur i them të leta, administratronët. Ekipat të mëdhaja duhet të punojnë që të shohin sa ne jemi të diskriminuar në aspektin e mbrojtjes sociale, sa ne jemi të diskriminuar në aspektin e investimeve në arsimin tonë, në kulturën tonë, në shëndetësinë tonë e kështu me radhë. Dhe në kuadër këtyre gjërave do t'i shohim edhe disa gjëra që janë katastrofale brenda nesh. Çka? Për shembull. Kjo është e rëndë, po unë mendoj se është e vërtetë. Ne për shembull shkollimin e lartë, universitetin e Tetovës, të tjerat nuk i di mirë, vazhdojmë ta kemi të okupuar nga ish bandat e BDI-s. Po marr parasysh se në mënyrë figurative është një drejtues, rektor, të gjithë e dinë, e kanë një formulim slavët të uaj në javna tajna. Dhe ky sekret publik. Po, sekret publik. Dhe në këtë universitet ndodhin lloj kriminalitetesh. Këtë nuk e përmirëson Maqedonët. Këtë nuk e përmirëson bashkësia ndërkombëtare. Por këtë duhet ne vetë si kritike brendshme, si reflektimi brendshëm ta përmirësojmë. E dyta, e treta, apo e dyta. Kleri i bashkësisë fesë islame, ku shqiptarët marrin pjesë me 1%, 90%, është në gjendje të mjerueshme, duke bërë një vartisje të pandërpreshme drejt pushtetit, s'ka kurfar autonomi. Dhe ky institucion duhet të jetë i pavarur, jo, fjala e pavarur shpesh keq përdoret, s'ka pavarësi pe ligjit, pe normave, pe shkeljeve financiare, pe marrjeve të legëve pe pushtetit dhe më pastaj mbajtje të fjalimeve politike në përshpia. Këto çështje i përmendi si rezultati i asaj se e keqja brenda nesh duhet përmirësohet nga ne. Dhe e treta, ku janë studentët tonë? Ku janë intelektualet tonë? Ku janë artistë? Ku janë shkrimtarët? Për zërin kritike keni fjalë. Absolutisht. A janë ata fajtorë? Jo. Unë prap ja hudhej fajin politikës. Ky zë kritik ka qenë i dhunuar nga një formacion jo diktatorial, pa autokratik që i ka pas emrin Ali Ahmeti dhe BDI. Njerëzit kanë qenë të dhunuar arsimtari se a e mban vendin e punës ajo. Cili ishte ai kryetar komune që i poshtnon të arsimtarët, dhe në vend këtë një arsimtar me 24 orë, 3 arsimtar ka 4 orë, e të shkretit nuk mrishin
Këto janë çështje të cilat duhet të hapen dhe janë çështje të komunikimit normal mes opozitës dhe pozitës. Unë mendoj se ky është normaliteti i funksionimit edhe të politikës shqiptare. Përplasja kur do të ndodh? Përplasja nuk ndodh mes shqiptarëve, por ndodh mes opozitës dhe pozitës në një mënyrë shumë konstruktive, dinjitoze dhe më pastaj janë zgjedhjet të cilat duhet ta dënojnë pozitën e cila s'ka sukses, t'ja hapin mandatin opozitës apo e kundërta. Nëse ne këtë proces e nxitim me një fjalor banal, primitiv, ne do të ngjajmë Alian Metit. Ky fjalor duhet të eliminohet. Është kohë e re, besoni. Kjo ndoshta nuk më shkon llogari se për kohën e re flet njeriu i vjetër. Po zakonisht njerëzit e vjetër e kanë atë aftësi që të shohin gjërat më larg. Kjo është po e përmbylli se zgjatet shumë. Dhe kjo hedhja e Shqipënisë dhe e Kosovës drejt shqiptarëve të Maqedonisë, se joni fantazi, vetëm duhet dorë trokitni. Shtet formues, jemi shtet formues, me ironi po. Duhet ndalet. Po. Dhe këtë në rend parë ndalin politikanët, më pastaj e ndalni ju mediat, intelektualët e tjerë do thoni ne e dim se jemi shumë keq, ju mos bëni marketingje se jeni demek konstruktiv, stabil, kështu me radhë. Ne kemi një proces komandues në raport me ne, cilin, ata që e keni edhe ju vëllai, cilin, Civilitetin Perëndimor, NATO-n, Bashkimin Evropian. Shifni punën tuaj, për shkak se çdo bashkëdyzim keq përdoret nga kundërshtarët tonë, keq përdoret nga armiqtë tonë, ndoshta në pikë të caktuara dukesh ai i paqartë, ndoshta në pikë të caktuara dukesh ai tepër i moderu. S'është e vërtetë. Unë kam një siklet madh. 2 i kam pas, njëri ka shku. BDJ. Fatkeqësi kombëtare. Ky dyti kush është? Mos na keq kuptojnë aleatët tonë perëndimor. S'kemi ne ajër pa ata. Nuk kemi të ardhme pa ata. Kujdes shumë i madh në këtë drejtim. Është treta herë që po e përsëris, besoj nuk do të bëhem banal. Gjendja gjeopolitike është krejt ndryshe pej vitit 90-92. Perëndimorët kanë një dërs shumë të madh me atë që ndodh në Ukrainë. Perëndimorët, sidomos Evropa, janë edhe një hap afër luftës. Ne si popull nuk duhet të jemi populli që nxjerr të lashët, që janë të lashëxhi. Po askush nuk na ndal që ne të flasim shumë hapur edhe maqedonët. Flasim edhe shumë hapur edhe me kryeministin. Edhe të themi hapur. Kjo rrugë është e gabuar. Kjo rrugë në rend të parë, rruga e gabuar, i rrezikon Maqedonët. S'na rrezikon neve shqiptarë. Si. Çdo rrugë tjetër e Maqedonëve jashtë rrugës të pranë jetesës së barabartë me shqiptarët, NATO-s dhe Bashkimit Evropian, është rrugë e fshirjes të tyre. Zoti Mendo, më duhet ta pranoj, kam tash një kritik dhe kur ju dëgjon juve njeriu me këtë elokuencë cilën ju flisni, më duhet të pranoj se rrallë kam patur leadership që në kaq mënyrë brillante i ka zbërthyer gjëra. Po megjithatë ju keni 30 e kusur vite në politikë. A nuk mendoni se ka ardhur koha të shkputën e prej politikës? Pyetje shumë e drejtë dhe unë jam i detyruar që t'ja përgjigje për këtë pyetje. Njësoj edhe i herë më qeshet shumë tash shpesh me zotin Ahmeti, llogaris armiku. Nisen nuk kupton ai. Vin koha që duhet përgjigjesh. Nuk them para përgjegjësisë se thonë do. Dhe lideri duhet kuptoj se duhet të përgjigje, edhe lideri duhet të kuptoj se ai duhet të duroj fyrjet, ofendimet, shpifjet dhe gjitha me mos del prej taktës. Dhe të shpjegoj se cili është qëllimi. Kjo që unë do të përgjigjem e di se do të vlerësohet komplet si subjektive, po s'kam përgjigje tjetër. 1. Unë këtë punë llogarisë kam mision, jo me post të caktuar. Sot s'kemi kohë as juve as opinionin ta lodhi.
ofertat që më janë dhënë mua në moshën 28 vjeçare kanë qenë në kryetari i qeverisë. Kam dalë si kryetar deri. Po pastaj vitin 98 unë s'jam kandiduar për deputet. Kemi pas koalicion me PD-n. Nuk ka qenë qëllimi në ky. Qëllimi im ka qenë gjithmonë që shqiptarët e Maqedonisë të përfundojnë civilizimin perëndimor dhe të realizojnë drejtat brenda Maqedonisë. Ma herët kanë pas qëllime tjera, ma i ri. Ka menduar se zgjidhja e vërtetë është shqipnia etnike, ketën e shqiptarët të jetojnë në një shtet. Po njeriu racional kupton se kjo është e paligjshme nga aleatët më të mëdhej, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Dhe unë kam kaluar këtë rrugë. E dyta, gjithmonë karrierën time jam përkujdes që çfarë do lloj aksidenti që ndodh me shqiptarët e Maqedonisë të ruhet potenciali i tyre. Dhe vitin 2001, kokulja ime, mos ngritja e radhave të armatosuna kundrejt Ali Ahmetit ka qenë që mos shkaktohen damet shqiptarëve të cilët janë të pariparueshme. Një kombi madh ka njerëz edhe për të hup, ka njerëz edhe për të bërë më të tjerë, po kombet e vogla, siç janë shqiptarët e Maqedonisë, brenda Maqedonisë, që ndoshta se arrijmë 1 milion, në incidente gjatë historisë mund të pësojnë fatalitet. Plot kombe ka kështu, korsikante të tjerë që dhe pas vitit 2002 kam pas një mision i cili u përmbush këto zgjedhjet e fundit. Pak ndoshta me meritat e mia, se këto merita i merr Vleni, Vleni ka mund të BDI. Dhe ky mision mendoj se u përmbush. Pas kësaj, arsyeja ime e angazhimit të matutjeshëm në politikë janë këto gjëra që i thash. Mos të rikthehemi në situatën e rimashtrimit të ri. Cili është rimashtrimit i ri? Duke bërë presione të panevojshme ndaj kryeministit Mickoski, mos ta humbim mundësinë që ne si shqiptar na dhënë që të kemi një shtet përbashkët me maqedonasët dhe ky shtet me garanca të plota do të jetë pjesë e civilizimit të perëndimor. E dyta, misioni i dytë i angazhimit është kur mos u rikthehet koha e mashtrimit kapital politik të Ali Ahmetit dhe të BDI-s. Dikush do thotë, po pse kaq fjalor i ashpër ndaj këtyre e jo ndaj Vlenit. Të rikthehemi në një realitet që nga distanca nuk duket i dhunshëm. Çfarë premtoi Ali Ahmeti kur erdhi në pushtet që nuk e realizoi për këto 24 vite? Asgjë s'ka realizuar. Ali Ahmeti dhe BDI-ja në politik kanë hyrë me gjakun e shqiptar. Une dorën zemër. Edhe Vleni kemi hyrë me program politik, me letër, me flet votim. Për këtë arsye kam kaq fjalor të vështirë, ndoshta të ashpër, se ky është mashtrimi shumë i madh. Gjithçka mund të tolerohet, po kur vjen te humbja e jetës njerëzve, përgjegjësia do të jetë e skajshme. Dhe kjo fazë do të eliminohet. Unë mendoj se kjo fazë u eliminu. Faza e ardhshme, që po flas me këtë fjalor, ka një rrezik të hollë, cili e radikalët dhe ekstremistët të shqiptarët, siç janë, të thuajnë u çel dera prap për të bërë diçka radikale. Jo, nuk është koha. Dhe them unë, se jam pushtet unë. Se me thonë Vleni, jo nuk është koha, është gabim. Është gabim. Shqiptarët e Maqedonisë duhet të kenë besim te unë. Duhet të kenë besim te forcat politike që i kanë përveç BDI-s. Ne do ta menaxhojmë këtë situatë. Do thonë ju për nga gjithkish qetësimi i madh. Ama bashkë ne mendojmë se Beogradi s'ka kurfar ndikimi këtu. Bashkë ne mendojmë se dora e zgjatën e Rusisë që tash dita ditës i ngushtohet rrethi, nuk ka elemente. Edhe a dini përpara si kujtohet e bafërsisht jemi një gjenerat. Unë kur fillova të kem pjekuri, mas moshës 18 vjet, më çeshke shumë se të ishin. Kjo janë shpioni, të isha unë pse, në qytetin tim në Katundë, në Kosovë, punon në polici. Të isha, oj, ai nuk ka shpion. Shpion janë do me kapucat barë, si qesin push ndarësëm. Njerëzit tonë do të kuptojnë. Një realitet, njeriu që flet mirë shumë, që janë shumë i butë,
që është gojamën, zakonisht del burri keq. Ai që e thot të vërtetën, që në moment është e pëpranueshme, është njeri i përgjithshëm. Besoj se ky radikalizëm që duket në horizont, këto ekstremizma duhet të eliminohen, se pasojat mund të jenë shumë të mëdha. Ky fjalor do të mund të interpretohet se unë kam një afërsi me Vlenin, s'është vërtet. Vetëm po duhet kultivoj një normalitet të komunikimit mes dy grupacioneve politike që kanë qëndrime ndoshta diametralisht të kundërta. Këtë mision besoj ta përfundoj me sukses në këtë 4 vjeçar. E tash dikush mund pyet edhe më drejt për drejt, cilët janë qëllimet e mia dhe ku du unë të arrij. Kjo duket ndoshta tepër e sfersuar, po jam shumë i sinqert. Ka njerëz që do të banalizojnë. Unë shumë shpejt do të vi koha që të pyes shqiptarët e Maqedonisë, të them, si mendoni ju, a unë jam më i Zoti, a liderët e Vlenit? A unë jam më i aftë që të realizoj këto? Kjo pjesë e betejës politike krejtësisht normale. Jo të shkoj natën, takoj Mickosin apo miqtë e tij, e të them e hiq në Vlenin se unë jo, kjo duhet merr fund. Insistimi për të kaluar në një normalitet politik është kjo që më shtin që ta vazhdoj angazhimin tim publik, po edhe politik. Dhe mendoj se disa gjëra që i them unë, se sot tash gjëra të rënda, jam i vetëdijshëm. Bashkia e Fesë Islame do të vi para ligjit, drejtuesit e Bashkisë Fesë Islame. Kjo hallakatje politike në vendet caktuara, ka ata mishin anë, rreth partive politike, mishin mjete financiare, do të vihet pika e fundit. Universiteti të Tetovës, unë e di se pjesa më e madhe profesorëve do thonë çka ka ky me ne, jo asgjë s'kam. Unë kam me bandat e BDI-s që e kanë shti universiteti, kanë prunë këtë gjendje. Si do të veproj ligji atje? Shumë është e thjeshtë ajo. Shifet i ke dhënë provimet në kohë. Shifet i ke respektu normat për mbritje e titujt e magjistrit. Këto janë gjërat të cilat ne duhet t'i bëjmë. Edhe e fundit, ka dhe një keq kuptim në demokraci. Njerëzit thujnë, ti kur do japish drejtje? Unë nuk hap llogari ndaj partive tjera, ndaj njerëzve neutral. Llogaria e kryetarit të partisë shkon ndaj njerëzve të cilët e mbështesin. Dhe njerëzit shpesh i ngatrojnë gjanat. Demokracia është zbuluar mes partive, jo brenda një partie. Kuptohet se pyetja juaj është plotësisht me vend, se ka pasur brenda meje që kanë dalë shumë grupe njerëzish, duke thonë se s'ka demokracia atje brenda. Mirë, po unë kam pas durimin ta duroj këtë fazë të, si ti thuaj, shpifjeve, dhe më pastaj ti them sot opinionet e ato kanë shku këtë Aliameti. Nuk ka qenë çështje mospasjes së demokracisë. Mendoj kam energji, kam motiv që të merrem me këtë punë. Kjo nuk do të thotë që njerëzit janë të detyruar që të votojnë për mua. Unë kandidoj që shqiptarët e Maqedonisë të kalojnë unë. Kur them unë, kam fjalën për PD, të kalojmë një normalitet politik. Ja Vlenin voton e ja mu. E jo ajo që ndodhke me Aliametin. Ma votoni neve se jemi pro-kombëtar, jemi pro-shqiptare, mush listat me Maqedonë, me të tjerë, kjo duhet të eliminohet. Apo haro gjuhën shqipe, haro flamurin, haro të gjitha. Dhe më pastaj kur bjen ngushtë në opozitë thuhet ne emën të flamurit, kjo duhet të eliminohet. Kontributi im me një fjalë do të jetë konstruktiv drejt procesit demokratik. Zoti Daci, për rekonstruimin u fol edhe pak para gjatë fushatës, pak para zgjedhjeve, pak para mbajtjes procesit votimit dhe tani më kanë filluar pas zgjedhjeve, tani më kanë filluar edhe bisedimet mes partijake. Mendoni se mund të ndryshojnë këtë periudhë megjithëse këto rekonstruimet në parim bëhen zakonisht pas 2 viteve mandatit domethënë pas 2 viteve. Mendoni se me këtë rekonstruim i cili jemi tash një vit e gjysmë, mund të ndryshojë në atë aspektin e suksesit qeverisë?
Unë do të përgjigjem juve pa tjetër, për shkak të respektit që në personal që kam, që ditë i ki përgjigjeve unë. Njerëzit mendojnë se s'kam diplomaci. Sinqerisht, kjo diskusion varet shumë për rirënditjes të mbrëmshme të Vlenit. Ka ardhur koha, sipas meje. Ka ardhur koha. Janë plotësu kushtet. Populli ju ka vërtetu dhe u ka përforcu mandatin, që ata të kenë njëherë një ribisedim me kryeministrin. Bazuar në rezultatet, ju mendoni se Vleni tani ka pozicion shumë më të mirë? Absolutisht. Absolutisht. Për të akuzuar Absolutisht. kreun e ekzekutivit Mickoski. Po them për ta akuzuar se duket si qëllim keq. Për të pas një pozicion më të mirë, më të fuqishëm. Ribiseduar edhe çështjet politike. Për të ndryshimi i kushtetutës, jo me kërcënim, e deri te pozitat e rëndësishme të Vlenit, të cilat deshti apo s'deshti Mickoski, i pëlqen si pëlqen, janë pozitat të shqiptarëve. Shqiptarët janë numerikisht popull gati barabartë. Ky është normaliteti. Kjo rirënditje, sipas meje, ata kanë punën e vet, as duhet ndikoj, absolutisht. Kjo rirënditje e Vlenit, sipas meje, nënkupton zgjedhjen e një njeriu i cili ulet me Mickoskin dhe flet në mënyrë tet-a-tet në normalitetit politik. Parandalimin ma e situatave të kaluara, se flet me këtë, flet me ata, flet me këtë dhe flet me këtë, dhe apjasaj puna nuk ka kur farë hajri. Zavens kryeministër i qeverisë Maqedonisë, një shqiptar që propozon në Vleni dhe që dihet se është pandani kryeministrit, jo vetëm me fjalë, edhe me forcë vendimmarrjes, edhe me forcë komanduese të qeverisës, që janë drejtën kushtetuta dhe ligji, jo përmenës vetë, nuk e përmirëson situatën. Absolutisht e përmirëson situatën. Kjo rirënditje e mbrëmshme ka dhe shumë pak kohë që duhet të ndodhë. Unë e di këto interesimet e njerëzve poshtë. A ban ve Vleni ta marrë ministrin e mbrëmshëm, a ban ta merr nasallnikin e policisë. Nuk janë vendimmarrja është e rëndësishme. Vleni në një rirënditje të mbrëmshme pozicionale, ulje me partnerët e tyre të koalicionit, ngritjen e nivelit të mirëkuptimit në vendimmarrje, do ta paqëstonte shumë Maqedoninë, me shqiptarët dhe Maqedonosë. Unë e di se janë simpatike arogancat e herpashhershme të liderëve, po këto janë simpatike me një shtet ku jeton një popull. Nëse kryeministri tregon një mospërfillje ndaj një funksionarit vet, i cili është i popullit tjetër, keq kuptimet janë shumë të mëdha. Unë e di pse ka humbë kandidati shqiptar në Kërshov. I di arsyet. Po, goditja e tavolinës se ban kryeministri se kemi fitu Kërshovën, është e gabuar. Është fatalitet për të ardhmen e këtij shteti. Se s'është e vërtet. Nuk ka fitu Maqedon në Kërshov, për shkak se Maqedonët janë më të fortë, janë më të organizuar dhe janë më shumë. Pa dim se ka fitu Maqedon. Për shkak se unë kam qenë në vendlindjen dhe vendjetesën e Zotit Ahmeti, Zajas. Besoni se janë të meru, ka një vjetë e gjysë apo 2. Kanalizimet shkojnë në për rrugë. Rrugët janë këtë gropa. Mashtrimi i madh, kapital i këtyre shqiptarëve, që të shqiptaria është lexuar nga populli. Dhe ka plas një inat shumë i madh, i pakontrollueshëm politikisht, dhe thujnë në Brvenic, filan fshatin, Fejziu mendui pa në punu për Maqedonë. S'është leni 20 rahat, leni qetë. Thujnë Gurgurnica dhe Malsor, të merë janë, kanë votu 39 shqiptarë për vëmërë. Po në Zajas 37 kanë votu. Pse më shehet kjo? Nuk mund ne të lejojmë që kjo matje të shkojë deri në fund. Për shkak se mollat e tharta i hanë fëmijët, po ato të mëdhit më së ndaj kanë pasojë. Edhe unë arsyeja që insistoj në këtë, si ta quaj, partneritet të vërtet mes Vlenit edhe kryeministit apo vëmëros, është investim në të ardhmen për shkak se
vinë gjenerata të cilat nuk duan t'ja dinë fort për Maqedoninë. Vinë gjenerata të cilat mund të veprojnë keqas, ne mos të pajtohemi, po të nuk mund të ndalish. Dhe destabilizimi i Maqedonisë është interes momental vetëm i Rusisë. Dhe i Serbisë. Pa diskutim. E zgjata këtë Serbinë, se mendoj e ndjek politikën e tyre shumë, mendoj se 4-5 ditë të fundit, në është në pamja shiqare në horizont, se Vučići është ndihur, është i dorëzuar. Vetëm fjalia e presidentit Trump dja, po pardje se kush bën Allah zhveresh me Rusin, 500% e ka tarifën e ka të qartë. Sankcionet që janë vendos industrisë naftës është gjithçka e qartë. Ky proces sipas meje do të jetë proces i kultivuar shumë mirë, shumë drejt. E tash ta mbyllet në fjali. Po patjetër. I ka fajet i Zeti, i ka fajet ky mbërvenisa desh fitoj shqiptare, ko diçka. Dëgjoni, unë njoh terrenin në mënyrë fantastike. E thotë edhe mbi 3 decenje e di si votojnë njerëzit. Në Gurgurnicë është një katund i lanë masdore totalisht. Dhe është një rrugë e vështirë për të rapin në katund të liqeni. është një vend i bukur, atë i liqeni. Dhe këto kandidat kryetarë shqiptarë, ka pas njerë edhe kryetarë PDS-s, më thuj, kjo i thot vesh, kanë kalu 20 e diçka vite. Asë njenit si ka interesu për atë. Ky Maqedoni që fitoj, u ka shu të gjitha bekatonkat, populli e punon, e kupton drejt çka do të them. U ka thonë fshatit, njëherë nuk kam takat si komunë, do a bëj rrugën, po bekatonkat e keni pe komunës, me dokument. Ose është një fshat tjetër, radio që thonë edhe këta kanë votu për Maqedon, 20 e diçka vjetë, kryetar shqiptar. Ka një rrugë që shkon pete xhamia e fshatit, del në Vardar. Kanë orë malsor, aty janë shpërngull këta 20 vitet. As rrugë, as kanalizim, as asfalt, as legalizim të shtëpive. Shqiptari ka bogët. Dhe edhe ky Maqedoni u bë dhe rruga, u bë dhe kanalizimi, u bë asfalti, u bë legalizimi malsorëve të Koritës. Korita është përmbi Shegran. Dhe ne definitivisht si gjenerat do të vim pik politikës mashtrimit dhe manipulimit që bëri BDI-a dhe duhet duke insistimi, e thash edhe në fillim, për them pak edhe përçish, insistimi im nga një njeri e vjetër për modernizim politikës duket pak e çuditshme. Po unë mendoj se kam këtë drejtë se i kam pa të dy fazat. I kam jetu të dy fazat. Nuk shkohet më me mënyra tjera, me forma tjera. Shqipënia ka hall të madh për mbylljen e kapitujve. Shqipënia gjithçka jep veç tjetë pjesë e Bashkimit Evropian. E tash, kur kryeministri shqiptar vjen këtu edhe ma e dorën mua i thot popullit votoni këtë, jo mos e ngjoni. Shifni realitetin tuaj. E realiteti jonë është i këtill. Kanalizimet zajas në rrugë, gropët e mëdha në asnjë përmirësim. Kam një pyetje shpërblyese. 12 vjet qeverisje në Kërshov BDI-a, le të më tregojnë një rrugë ku e kanë bë. Një bekaton. Kjo në dëshkim dëgjoj. Unë jam shumë i kënaqur me rezultatin edhe pse ishim konkurrent, edhe shpeshherë me miq e me shok them, me pas thon dikush ulu para zgjedhjeve, shkruaje rezultatin si ke qejf ti, s'kisha ditë ka shmirë ta shkruaj. Është ndëshkim i madh i politikës mashtruese të BDI-s. Para se t'ju bëj edhe një pyetje për zgjedhjet e ardhshme lidhur me këtë saktësinë të cilat e përmendët, e që paralajmëruat këtu për rezultatet, dua edhe diçka në kontekst me që ishim te rindërtimi, rikonstruimi i qeverisë. Së fundmi edhe zgjedhin Sela shprehur të paktën deklarativisht i gatshëm për të bërë pjesë e qeverisë, mirë po ka avu 3 kushte. Ishin, këtu i kam shkruar, ndryshimet kushtetuese, pra zhbllokimi i procesit integrimit në Bashkimin Evropian, zëvendësimi i termit 20% me gjuhën shqipe, si dhe vendosja e Badinterit në një gjykatën kushtetuese. Vjen keq, ai nuk ekziston. Zgjidhni se ekziston. Si subjekt politik me jo, si politikan. Është traumë e cila duhet të
menaxhohet nga ana e tij, mendoj se s'ekziston as ai tjetri Taravari, do të jem korrekt, BDI ekziston. BDI ekziston, e ardhmja e BDI-s varet ekskluzivisht prej qëndrimeve të Ali Ahmetit dhe çka ka ndërmend Ali Ahmeti të bëj në të ardhmen, edhe pse edhe BDI ka një perspektivë jashtëzakonisht të dyshimt. Disa kuadra ju kujtohet, ndoshta opinionit dukeshte e çuditshme, që unë flisha para një viti se BDI ka 20.000, ka 20 shkëlqyshëm. Alia u përkujdes që ti djegë edhe ata, brenda vetës. Për kë konkretisht e keni fjalë? Plot, se me Bujar Osmani, me Barbara Adem, nuk duhet njeriu me formë. Mendoni se u dogjen politikisht? Po, i dogja Aliu. E bën me qëllim? Me qëllim, sigurisht. Cila është? Eliminimi i konkurrencës dhe mbjetesa e politikës e bën shumë serioze këtë punë analizë, barabar me tita të mrejse. Kështu që kjo që flet, që ka fol, kur ka fol Zjadini e flasin të tjerat, kjo është politika e kaluar, politika e vjetër. Kush kupton i pari se kjo kohë e historisë fatkeqësisht vdiq ka të ardhme politike. Ndoshta përparësia është se Menduthashi e ka kuptu i pari dhe mënyra se si flet Menduthashi, sot njerëzit, kur të ndëgjen intervistën tu, i thujnë, a me si ki ka fol ndryshe para dimujve. Politika është zhvillim, e se përpara, modernizim dhe do t'ishtë aktual. Nuk mund t'in midis dimrit, dalish me kimona dhe me krahë shkurtër të ishun jam modern, apo të kundërta. Iku koha që mendon Zjadini, nuk e di, se dia ka ndodhë. Ali Ahmeti ka shfrytzu natën e napërtere me Miskoskën e unë jam shqiptar më i mira, këto iku ajo kohë. E ardhmja, sipas me politikës shqiptare, duhet jetë një, Vleni ka fitu zgjedhjet, është përfaqësues legjitim i joni. 2, ne jemi opozit. 3, Vleni në mbështesim deri në fund konstruktivisht në kërkesa që kanë bëjnë me ne. 4, do të kenë opozicion të fortë. 5, në kërkon kryeministri, jo pjesë e dialogut mes partive politike. Jo pjesë e dialogut për me angull thikën shpinë Vlenit e me hiunën në qeveri. Pse ti mendon se ka njerëz të marrë, të gjithë ne e dim se kur të shkojmë ne te kryeministri të rënditi me rend, krejt, një mas një, apo cili është akti i parë që duhet të bëjmë, ose t'ja pekim kam si sultanit, ose dorën t'ja puthim. Kur shkojmë në mënyrë të organizuar dhe marrim pjesë në dialogun që organizon qeveria apo kryeministri, dhe ne shqiptarët e themi se, po them ne që jemi opozit, i themi ne nuk jemi të gatshëm të bisedojmë me një formacion ekskluzivisht Maqedonas. Po jemi të gatshëm të bisedojmë me institucionin. Kush është institucioni? Institucioni është edhe këta shqiptarë që drejtojnë, se kjo është normaliteti. Nuk mendoj se do ketë më as si filma. Dhe këshin pas dëshirë të gjithë, ndoshta edhe Taravar edhe Alia, ndoshta, po ky film përfundoi me zgjedhjet e fundit dhe u bë shumë mirë që përfundoi. Normaliteti i politikës shqiptare nënkupton kalimin urgjent në pozit dhe opozit. Do të kishim dashur pak në këtë mënyrë me të cilën po flisni kështu zbërthyese, ta dëgjojmë edhe një lloj analize dhe parashikimi njëkohësisht, me që ajo na doli parashikimi juaj për rezultat e zgjedhjeve shumë i saktë. Do donim ta dinim si parashikoni zgjedhjet në 4 komunat, sidomos në veçanti këto 2 komunat shqiptare, Kosovë dhe Vrapçisht, cilat janë paralajmëruar për fillimin e janarit vitit ardhshëm, dhe çfarë në fakt paraqet simbolik këtij cikli zgjedhor, faktikisht procesi zgjedhor, Gosivari, simbolika e Gosivarit, dhe parashikimi për këto 2 komuna me shumicë shqiptare. Ne si PDSH ndes kemi marrë qëndrim final, unë mendoj se s'do ta ndrojmë qëndrimin. Ne nuk do të marrim pjesë. Po kërkojmë mendimin tuaj personal. Jo, po për të qenë korrekt duhet të them në qëndrimin e PDSH-s. Po kemi marrë ende vendim, po mendoj se do të jetë çajo që ka qenë në zgjedhjet e kaluara. Çështja e dytë, zgjedhjet në
Gostivar dhe në... Si parashikni ju? Po e kuptova pyetjen. Në Gostivar, në Gotinë vrashisht, mahen kot. Pse? Për shkak se Taravari dhe Aliameti s'kanë kurfor morale. Ata nuk duhet kanë, ata kanë humbë. I qëta i do numra matematikor. Ata janë parti që i kanë qeverisë ato komunë. Dhe ata gjithë bashku me gjithat qeverisje, me gjithat pushtet, s'kanë arrit që të nxjerrin as 17% popullsisë shqiptare që të votoj. Se e kom dëgju shumë muhabete që s'janë të drejta. Thujnë VMRO-ja ka bojkotuar Gostivar sa arrit censusi, s'është e vërtetë. Edhe VMRO-ja, edhe Maqedonët, edhe Turqit kanë dalë. Shqiptarë s'kanë dalë. Mendoj se do të jetë rezultati krejtësisht ndryshe. Tash se parashoh se mund të gaboj, po s'është parashikim është kjo, nuk është diçka. Mendoj se vleni do t'i merr. Edhe ta komuna, po duhet paraprakisht një rirënditje që folëm pak më herët. Një demonstrim i seriozitetit qeverisjes së vendit nga ana e tyre. Dhe mendoj se Zoti Ahmeti prap do del me kandidatin e Taravarit. Edhe pse të gjitha analizat e normalitetit i thujnë që s'duhet dalësh me kandidatin atij se zhduk partinë tënde për gjithmonë. Nëse këtë e bën Zoti Ahmeti, do ta sjell BDI-n, BDI-ja do të jetë e para partia më e fortë të shqiptarët të më pikafundi. Seriozisht e kam këtë. Nëse ai prapë mbështet kandidaturat e Taravarit, BDI-ja është margjina e politikës shqiptare. Pse ai s'do ta bëj që duhet ta bëj? Këtë analizat flasin kështu. Ai do të nxjerr kandidatin e vet. Dhe tregoj se BDI-ja është e fortë. Pa ai se bën këtë se rrezikon 5-13.000 votave të bjen 5-6.000. Se besoj se ta bëj këtë. Po të më pyet mua miqësisht i them nxjerr kandidatin tonë. Me rëndësi është shumë që aty unë prap do të marr një qëndrim si përdeshër se nuk bën gjallë këto zgjedhje në Gostivar dhe në Gotinë në Vrapçisht, po gjithmonë duhet të qenë korrekt, konstruktiv, mos më pengu procesin. Mos më apelu njerëzve në mënyra jo demokratike që mos vetonin. Po përmbylli këtu se shumë gjatë duk përgjigja se... Jo, më duhet kjo mua. E kuptova. Dhe fundi i rezultatit do të mvaret shumë prej raporteve korrekte apo jo korrekte mes partnerëve të koalicionit qeveri. VMRO-s dhe Vlenit. Kjo prapë është detyrë dhe obligim i Vlenit. Ju kujtohet një intervistë kur e kom pasur në fillim unë një intervistë pakëndshme, ku komplet narracioni ishte negativ për mua dhe unë thash Vlenit dhe mund të BDI-n. Bashkë biseduesin ta, bashkë me VMRO-n po thash, jo, vetë ta mund. Po shokante ka qenë shokante për njerëzit. Ishte në Kosovë kjo. Po, si mund ndodhe kjo. U them, Vleni ka potenciale që ta mund Gostivar. Mirë po, për funksionimin më të suksesshëm të qeverisë, Vleni besoj se duhet t'ja thotë VMRO-s se ju, me gjithat zhurmë që keni bo, shumë pak na keni mbështetë si edhe lokale. Shumë pak. Se rezultati do të lexuar me seriozitet. Për shembull, pak njerëz e dinë se në Tetov, në raundin e dytë, çdo Maqedon që kanë dalë kanë votuar 80% për BDI-n kanë votuar. Dhe kur flet me Ndutaçi, me numra as zgënjen as mashtrohet. Gjithë të varëve u çon një mesazh. Vetëm hapni vendvotimin e Saracinës, është një fshat mbi 90% Maqedon. Shihni rundën e parë, kandidati i BDI-s ka pas 43 apo 47 vota, rundën e dytë ka 246 vota. Kandidati i BDI-s. Po. Do të thonë janë marrë mbi 200 vota në raundin e dytë. Me një vendvotim për Maqedonës. Ky bashkëbisedim mes Vlenit dhe VMRO-s është bashkëbisedimi i vështirë. Nëse ne në Maqedoni krijojmë koalicionet të qeverisjes vendit mbi parametra dhe standarde manipulative, do të ndodhë ajo që ndodhë me Gryskin, ajo që ndodhë me Zahevin, e do të ndodhë një
formacionet, apo si t'juj, grupet politike që qeverisin vendin, duhet të japin shembuj qytetarëve për bashkëveprim. Në zgjedhjet lokale nuk ishte kjo. Nuk kishte bashkëveprim, absolutisht. VMRO-ja se ka edhe një sqarim esencial për votat e Shkupit, rondën e dytë. Shumë shqiptarë mendojnë apo Maqedon se Vleni ka komandu shqiptarët që kanë votu për Vlenin që mos a votojnë kandidatin e VMRO-s në rondën e dytë për qytetin e Shkupit. Unë di pak më shumë dhe më thellë. VMRO-ja dhe kandidati i VMRO-s si kanë desht votat e shqiptarëve për shkak se ende është ajo logjika se mi përlyni votat me votat e shqiptarëve. Nëse Zotë Ahmeti dhe BDI-ja ishin mentaliteti i vjetruar i një politike konfliktuoze, VMRO-ja duhet të strugitet pak, kjo e tanishmja, të shpjegohet se brenda saj ka segmente, apo edhe brenda tij, kryeministit, që mendojnë se me mekanizmat politikës vjetruar arrin që të krijojë rating. Por ratingu shpeshherë është i ndëshkueshëm. Pe kujt? Pe arbitrit. Kush është arbitri? Vetë kemi pranuar Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian. Kështu që një dialog i sinqert mes partnerëve të koalicionit mund ta mundsojë një fitore pa të lashë në Gostivarë dhe në negotim vrapshisht. Zoti Thaçi, ditëve të fundit prapë është paraqita i lejtmotivi para zgjedhjeve, po tash për dallim prej atëherë kur me sforca shkonte përpara nga subjektet e caktuara politike shqiptare, tani pikërisht ata që e shtynin përpara tani janë heshtur. A mendoni se mund të ketë zgjedhje përkohshme parlamentare në vitin e ardhshëm, se me që tani jemi ndiku nga fundi vitit? Kjo mbaret shumë prej asaj që bisedojmë gati 70% të intervistës, rirënditja e raporteve mes partnerëve të koalicionit. Kam fjalën për Vlenën dhe për VMRO-n. Megjithëse tash është situatë tjetër. E favorshme për Vlenin, e cila duhet shfrytëzohet. Jo në llogari apo në dëm të VMRO-s apo dikujt tjetër. Mundësia e zgjedhjeve të parakohshme ishte një kërcënim apo një shpat mbi kokën e Vlenit, të cilën e lunte Zoti Ahmeti her pas herë duke dhënë edhe sinjale të bëme si se mund ta bëj këtë dhe VMRO-ja dhe kjo ka ikë. Se zgjedhjet e parakohshme BDI humb zgjedhjet. Pas zgjedhjeve janë hesh, nuk kërkojnë. Po i humb zgjedhjet normalisht. Megjithatë, tash ne mshej, mu më konvenon si po dëshë pak më tutje të shkojnë zgjedhjet. Ai më nesër i dal, u dal, s'ka problem. Ne do dalim zgjedhje. Po kjo nuk është mirë për të ardhmen e vendit. Nuk është mirë për raportet që ne kemi me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se shkorja në zgjedhje është një trik, ripërsëritje e trikit Gruevskit që ka bërë vitin 2008, vitin 2011, çdo herë ka për të rifituar edhe një mandat. Koha e tolerancës manipulimit është e zvogluar. Arsyeja vetme që sipas meje mund të ketë zgjedhjet parakohshme është kjo. Unë mendoj se kryeministri do të ngushtohet mas vitit të ri. Kush do të ngushtoj? Bashkia Ndërkombëtare. Bashkia Ndërkombëtare? Në ç'kuptim për ndryshimet kushtetuese? Po, dhe hapja e negociatave. Edhe atëherë do të ngjelë varianti i zgjedhjeve të parakohshme, mendoni? Ai mund ta bëj këtë, unë i kisha sugjeruar publikisht mos e bëj. Si një mon kurrë kjo. Ai humbi 140.000 vota në këto. Kjo argument, po, kjo është argumenti i parë. S'ka nevojë ta bëj këtë. Më mirë është të bëjmë marrëveshje, më mirë është partneri i koalicionit e ka të forcuar tash tek shqiptarët Vlenin, dhe të vazhdoj qeverisin dhe të ketë rezultate. Do ketë shumë më shumë rezultate. Ndoshta është ajo mendësia se nuk duan një partner të fuqishëm. Është gabim. Jo, po flas për blokun politik maqedonas në parim kështu. Është gabim. Sugjerimi im është për të ardhmen e
për të mirën e gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Vetëm një fakt, ndoshta duket se banalizoj situatën. Nëse ne i hapim negociatat, i nisim kapitujt, besoni vetëm investimet për bujqësi 11 herë rriten për Bashkimit Evropian. Të tjerat plot, se di, po mu më ka radhë sy interesant. Kur ke status kandidat, nëse kalon i hap negociatat, finansimet fondet e Bashkimit Evropian për bujqësi 11 herë rriteshin. Kjo nënkupton mirëqenien e qytetarëve. Kjo nënkupton të njëjtën kohë edhe rritjen e rejtingut të partive të cilat qeverisin. Dhe unë mendoj se duhet shohim rreth nesh. Shifre çka ndodh te Këshia se të vinte shtëpia. Apo Vučići, presidenti i Serbisë, me Putinin, paradën e 9 majit, ne bëjmë kështu, ja kanë shtrënguar rrypin rreth fytit. Mëse ju i ndiqni. Po patjetër. Par dje me Macronin, dje me ministrin e jashtëm të Gjermanisë, dhe cilët janë qëndrimet rruga drejt Bashkimit Evropian për ne është s'ka Alternative vetëm. Paqja dhe dialogu mirë kuptimi veç se thot Kosova, se me ka të bëj paqja, me Maqedoninë, me Kosovën. Kur një lojtar i tillë i fuqishëm e një shteti sa kudo më të fuqishëm Ballkan, me një miqësi të fuqishme me Orbanin, kryeministin e Hungarisë, që është njeriu më i afërt i Trumpit, se është në prag të dorëzimit, mendoj se rezistenca në Maqedoni, kushdo qoftë që e bën atë, vetëm duket grotesk, mund duket qesharake. Unë jam për këtë variant. Shejat e së mu, edhe po dëshë si konvenon pak ma të tje, zgjedhje tjenë, po kjo është interes partjak. Nëse e marim nga kënveshtrimi i interesit partjak, besoj se edhe vëmërosi ka ndra shumë argumente. Argumenti i parë, se dhe vëmëroja ka deshloj me 2 letra. Si politike Vučićit pak a shumë? BDI-ja edhe Vlenin, ne rrim natën me BDI-n folim, ka pak e friksojmë Vlenin, i iku ajo. Dhe më pastaj, gjatë kohës verës, që me mendojnë bisedojnë tim qeveri mund të hi, në fund, kur erdhë profesusi i Vlenit, ullë aty, tash, jo, nuk ndodhë. Pa qenë edhe këta, dakord, që ne dhe vazhdojnë të bisedojmë, nuk mund ndodhë. Këto kret janë ato që i kanë ra dhe vëmëros si ta thellë, mjetë kërsnus, apo disiplinus për Vlenin, dhe normalisht zgjedhja tashme rezultati mund tjetë shumë i keq për BDI-n. Mund tjetë jo mjaftu shumë i mirë për PDSH-n. Ama unë nuk hynë qeveri nëse një parti para meje, apo një koalicion ka më shumë vota, mund të hynë bashkë me ata. Po vetë jo. Dhe sot, besoj në fillim të intervistës se bëna qartë se as tani, as më të tjerë nuk mund ndodhë kjo. Do të tha që edhe 2 pyetje unë kam parë ju, nëse nuk kemi përfshirë këtu ndonjë pyetje, keni për të thënë diçka lirish mund të thënë. Anketat e fundit kështu, matja e opinionit publik në Maqedoni fletë për një euroskepticizëm në rritje e sipër, flas gjithnjë për popullat fatkeqësisht pjesën maqedonase. A mund të jetë kjo një pengesë drejt një ndër pengesat në rrugtimin e Maqedonisë drejt BE-s? Këto janë fenomene që janë kesh përdorur përpara nga liderët ndryshëm, autokrate, kështu me radhë. Modernizimi i politikës edhe në Ballkan në kupton se lideri merr vendime edhe kur populli nuk pajtohet. Që shef më larg. Ndër kjo i takon kryeministit edhe vëmëros që mos ta kultivojnë në deklaratat publike këtë euroskepticizëm. Se kur flet lideri, ai e çon popullin her pas here në mashtrim. Më pastaj mendoj se kjo do të shuhet shpejt, për shkak se fatkeqësisht Maqedoni shpesh shiqohet me shumë mahnitje, drejt Serbisë. Po Serbia duket, 5 ditë të fundit duket, se është në
dorëzim e sipër. Dhe thjesht nuk është inkuadrimi apo shkollja drejt Bashkimit Evropian një dëshirë për t'ja bërë qefin Evropës, për çështja e darës, nuk s'ka. Dhe mendoj se fajet prap shkojnë të partitë politike maqedonase që e kultivojnë këtë klimë dhe kjo her pas here përforcohet. A e keqja më e madhe është kjo, liderët sidomos, dhe Maqedonë duhet të kuptojnë. Nëse ne ndohemi në këtë rrugë, ata nuk janë kur të shkojmë në Evropë, ne ndohemi për gjithmonë. Nuk është shaka kjo. Cila do të ishte atëherë? Nuk është prallë kjo. Shqiptarët dhe Maqedonë ndohemi përjetësisht, si të duan ata, si të kenë qef ata. Kjo është, si të to be or not to be. Nuk është shaka, nuk është matje politike. Koha e mashtrimit 25 vjetë Ali Ahmetit, vabona Çlirimin, vabona Flamurin, eku. Kanë ardhur lojtarë serios, të cilët e miratuan fitoren e Vlenit. E miratuan hyrjen e Vlenit në qeveri me më pak deputet. Dhe këto lojtarë serios janë perëndimorët të cilët janë këtu. Dhe të cilët në rend të parë ata e ndëshkuan politikën Ali Ahmetit, në rend dytë shqiptarët, dhe më pastaj e ndëshkoi Vleni, ndëshkova unë, ju, dikush tjetër. Do të thonë, është një kohë e re e përshpejtimit të proceseve. Kjo vetëm e përshpejton paqen e vërtetë. Idetë tjera janë arkaike, vjetruara. Është e pa imagjinueshme që sot ka një Maqedonë që mendon se ekziston shqiptar i cili do të identifikohet me vlerat e maqedonizmit. Kur s'do ndodhe ajo. Po sot ka edhe një realitet historik që ne duhet t'ua themi, dhe unë e thash kuvent qendror. Mashtrimin duhet ta luftojmë në mënyrë politike, intelektuale dhe të mençur. Unë jam në decenjen e 7, kam disa nipa e besa, e djeme e flas në mënyrë perfekte gjuhën maqedonishte, dhe shkruaj dhe mund të llogaritem lider potenciale, apo edhe të vi kryeministër, ose ju, ose. Pyetja esenciale është për kryeministrin, a din e llaf shqipa? A planifikon në fëmijë ti ta çojnë gjuhë, se më kam thua edhe djemtë e mi, kam mësu maqedonisht. Këto janë argumentet që pranohen te Bashkia Ndërkombëtare. Nuk janë argumentet e Ali Ahmetit që erdha, çlirova, fitova, e vuna Flamurin herë, po asesi mos largohen po pushteti. Tash besoj pjesa e fajit që është shumë e rëndësishme në politikë, do të kalojë te ata. Gjërsa e kishim Ali Ahmetin dhe BD-n ishte në oborin e shqiptarëve. Kjo është ajo e keqe e madhe për cilën unë disa herë kam shkruar se një politike e keqe, të mos them diskriminuese ndaj shqiptarëve, e cila është kultivuar fatkeqësisht në mënyrë institucionale, shpesh herë edhe në doza të mëdha, në përmasa të mëdha. Edhe për në fund desha të pyes me që përmendet disa herë Ali Ahmetin, cili është parashikimi juaj për të ardhmen, për karrierën e Ali Ahmetit? Pas këtyre zgjedhjeve po flas, pas këtij rezultati. Do të thonë, njerëzit sigurisht edhe ata që nuk pajtohen me mua, ndoshta ka edhe njerëz neutral. Kur flas unë thotë të janë njësoj, janë të vjetër, ju lutem unë dalloj be ati. Deri në fund tjetër do të luftoj, të argumentoj se dalloj. Ardhja e tij me shpejtësi të rrufeshme do të rezultoj me ikje me shpejtësi të rrufeshme. Kaq. Nuk preferoj politikën e ndjekjes ndaj tij, shikanimit. Po mendoj se e ka shumë të gabuar nëse vazhdon të mendoj se duhet vazhdoj të merret në këtë punë. Do të ishte shumë e gabuar nëse i thujnë tjerët, hajde mendoj që kështu edhe ai ka humbë zgjedhje se dallojmë shumë. Për nga preardhja politike, për nga energjia, për nga misioni, dhe thjesht për nga realiteti politik. Ali Ahmeti ka duruar në politik
24 vjetë pushtet, opozit, po të mbledhe i shkret nuk bëhen as 15 muaj 16. Dhe nuk e zgjidh problemin nëse e përdor fenomenin. Kujtohet kur e kanë hek Mahmud Bakallin, kryetar komitetit ka qenë, se ngjeshim në Radio Tiranën atëherë. Tirana kishte nuk zgjidhet problemin të hek çakallën, të hek Bakallin në të vu. Edhe kjo nuk e zgjidh problemin. Përndryshe, sa më aktive dhe fort që do t'jetë PDSH-ja, aq më e dopt dhe në ikje sipër do t'jetë BDI-ja. Ne duket që gjatë zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve PDSH-ja s'ka qenë e angazhuar, po e jeni të sigurt që jemi të angazhuar 90 ditë në terren. Vetëm dje kemi bërë një test shkurt. Bëm një antarësim online. Mund duket ajo. Për 5 orë kishim 240 antarësime. Unë krejt këtë konstruktivitet që folja në raport me qeverisjen, me të ardhmen time politike, do të përdor në një takim të mundshëm me Smeja dhe Zotit Ahmeti dhe do të flas me te për atë mënyrë se si e shehaj të ardhmen e tij politike dhe të partisë tij, e cila deri dje ishte e rëndësishme, sot nuk është partije e rëndësishme. Kaq, jo, nuk jam për unë e kam edhe natyrën ashtu. Luftoj fort, po kur e mundi dikend më nuk më intereson. Po mendoj se kjo do të ishte një kontribut i madh shumë i tij për të ardhmen e partisë vet, se pushteti është larg për BDI. Të humbish në Kërshov do të kesh aftësi jashtëzakonshme si i Kali Ahmeti të humbish diçka që e ke tërësisht fituar. Ndëshkimi që e dhanë shqiptarët e Kërçovës është shumë domethënës për te. Dhe sinqerisht mendoj se rruga Cili është njëri nga këto dimension cili mund të nxirret si tip simbolike i humbjes së Kërçovës, këto zgjedhje? Tallja me shqiptarët. I tallë shqiptarët. E po atë flamurin e madh që i ka atë në himje të Zajazit. Edhe targat me këj, Kiçevo. Jo, edhe ajo, po edhe ai flamuri i madh, i cili rezulton në kanalizime që shkojnë në për rrugë. Flas për kanalizimin. Dhe njerëzit mund të manipulosh 6 muaj, 1 vjet, 2, po më pastaj kuptojnë. Politika, flamuri, gjua shqipe, s'kan kuptim nëse nuk shkon si mirëqenje të qytetari. E para me idare, me buk, me punë, e dyta me siguri, dhe e treta me perspektivë. Gjitha këto mungonin. Dhe shisha sa interesant është, në vitin 2013, ma pak shqiptar ka pas në Kërshova, po. 2025 duhet kishte ma shumë. Po flas për fenomenin natalitetit pozitiv. Pse vërbur sot ka ma pak se i ke për zafë. Kush ti? Si i ke për zafë? Ka shku njës. Ka shku në Gjermani, për qefit. Ka shku në Zvicër. Nuk shohin perspektiv. Ashtu, ka shku në Amerikë. Kur unë vitin 2000, po them unë, PDSH-ja, e kemi fitu komunën e Bërvenicës, ka fitu PDSH-ja, kandidatë shqiptar, 25 vjetë mas, nëse atëherë ka qenë 54%, sot është 63%. Ti e humbë. A di pse? Se nuk reziston. Pse? I e mësu të rezistosh, vetëm të dëmtosh me ndëthaqin, të dëmtosh Vlenin, të dëmtosh këtë shqiptar. Nuk ke rezistu asë njëherë të Macedonët. Sa dini që ka ndonë në Bërvenicë? Janë vetë votët. Si? Dhe gjë, 87% kanë votuar në Selarës poshtë. Janë këtë Macedonë. Dhe pyetja esenciale është kjo. Falni. Pse në Çellopek një katon shumë të madh shqiptarëve, maksimumin zhak kanë shkuar të shkretit. Që të fitojë shqiptar kanë dalë 51%, ndërsa në Bërvenicë dhe në Selarës poshtme kanë dalë 87-84%. Për shkak se katërcifrisht kjo e vërteton se politika 24 vjeçare e BDI-s ka qenë e dëmshme për shqiptarët.
mos të rrisim shumë gjona gjuhën shqipe, flamuri. Ajo që na mungojnë 4 fish më shumë qytetarë shqiptarë se sa Maqedon për vendeve tona ku jetojmë, flasin për mos suksesin e madh të kësaj politike, jashtë nga tresave tona që kemi si lider personale. Ai se don këtë, ai e don këtë. Dhe normalisht në këtë situatë, Vlenin Mbrëmnis nuk arriti të rezistoj edhe 1 milimetër. Edhe 1 milimetër kishte nevojë që të rezistoj. Pse? Se vendi prej ku ka nis ka qenë -1.000. Kuptimi i vërtet i jetës, po qoftë edhe i politikës është që gjenerata e re s'paku ta gjenë zero situatën. Nëse gjenerata e re e gjenë situatën në -1.000 është shumë rëndë që të përmirësohet kjo. Dhe vjen shumë keq. Mandej anatemohen njerëzit, thunë ky ka punu për Maqedon, ky ka Ali Ahmeti ka punu për Maqedon. I men qafë dhe qytetarët atje. Si ka interesu kur gjo për ata. Du të them që kjo vërteton një fazë të politikës gabuar. E thash fillim, po përsistani. Po kjo nuk duhet na bëjnë neve shqiptarëve euforik që të kalim fazën tjetër e cila është po ashtu e gabuar. Radikalizim dhe ekstremizim të situatës të cilën e donë vetëm Rusia. Po flasë për normalitet. E di se është vështirë, është rënd, po ne kemi me vete alatin kryesor të kësaj betejë. Kush është? Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I bëjnë punë ata si i duam ne? Jo. Neve na duket gabim, të jemi të sigurt se e kanë mirë. Se ne ka dhe disa gjëra të cilat realisht nuk i kuptojmë. Kështu që ky proces, kjo votë e popullit, se s'ka votu, të jemi korrekt. Dyshe shumë që populli shqiptar kanë votu pro Vlenit dhe pro asaj që unë e vonë mos votoni BDI-n apo mos dilni. Shqiptarët e Maqedonisë këtë herë hapur kanë votu për ta ndeshku BDI-n dhe Ali Ahmetin. Shumë e qartë është. Edhe pse ka pas insistime edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën që ky realitet mbulohet, po më kanë bërë shumë shpresë plot shqiptarët e Maqedonisë që nuk u ndikun dhe votuan fort që të ketë ndëshkim për një politikë. E ardhmja tash nga këto parti politike që jemi, duhet ta mbajmë që mos na e merr Rusia pej dore punën. Mos harroni, lutem, edhe opinionet atë pjesë të intervistës që dukeshte shaka, po është realiteti i dhimbshëm historik i një populli që s'kemi pas institucione. Ki tha bashkë shpioni milicisë, jo bëzaj punon aty, e ka punë, shpioni milicisë a janë, që e ve kapuqin e bardhë dhe qëtë midis darës më snarë, me dënohesh 5 vjetë për atë, po flasë për kohën e Jugoslavisë. Edhe neve tash mund, po s'besoj që ndodha, jo ka këtu njerëzi, ka intelektual, jo vetëm politikanë që thunë kjo a gabim. Rusia do kish pas shumë qefë që ne tash për tash t'i futemi një rrugët të destabilizimit të situatës në Maqedoni. Do të thashë këtu do të jetë fundi i emisionit, të shterëm edhe minutat e fundit të parapartë për këtë emision. Ishte kënaqësi që ju kishim gjatë këtyre minutave pjesë të këtij emisionit. Patjetër, unë mendoj se insistimi im për t'ju përgjigjë të gjitha pyetjeve me sinqeritet ndaj jush tregon edhe respektin që kam ndaj mediumit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit.